Besi, reflektoni, ndryshoni... Jo, më thuj kush e ka uru Edi Ramën, kaq. Një sekond, reflektoni, ndryshoni leadershipin, sepse këto zgjedhje kanë pas një risi. Për herë të parë kanë hyrë me merit subjekte të reja, dhe është thy binomi PD-PS. PD-ja ka marrë rezultatin më të keq, i cili është i krahasueshëm me ngjarjet e 97-s. Por nëse nuk reflektoni, Partia Demokratike në zgjedhjet tjera... Ska shko retorikës Ramës e mu. Një sekond, nëse nuk reflektoni në zgjedhjet e ardhshme, me këto parti që janë në parlament dhe varet se si do të administrojnë mandatin e tyre, Partia Demokratike ka për 30%. Është mirë të demokratëve dhe Shqipërisë të reflektoni, ndryshoni leadershipin, është zgjidhje vetme, nuk ka zgjidhje tjetër obes, për mu bëni si doni. Por nëse nuk e bëni këtë gjë, s'keni bërë asgjë. Tani, pse duhet të dalin demokratët me datë 16 në protest? Për të provuar, për t'i përcjell mesazh liderve që po na vikan, Edi Rama e shet sikur po vinë për Edi Ramën, po është një organizim që një samit që është caktuar shumë muaj më parë, pa u ditur, dhe për të përcjell është momenti ideal për të përcjell mesazhin tek ndërkombëtarët që në Shqipëri del bën fushat banda. Në Shqipëri për 24 orë opozita evidenton 5 raste në Dibër. Në Shqipëri kandidati i Qarkut Lezhë, zoti Gjingjoni, kallëzohet pse kërkon votën. Këto. Në Qarkun Fier e gjithë administrata e shtetit, 3 ministri, 4 ministri, sa ka ajo njështë të ti, i ke pas në Fier të bofës. Po këtë e më fjori tani. Nëse pjesëmarrja do t'jetë modeste. Ore, tani, në demokraci të mjafto dhe një me megafon t'i bërtasë të tyre. Një revoltën e demokratëve? Në demokraci të mjafton në protest dhe një me megafon dhe të rëndësishme të përcillet mesazhi. Do dali Berisha... Nëse mjaftojnë me pak, është tjetër gjë, pastaj Alban. Po të marrë vetëm një emër që po e shifja tani për të kuptuar se sa rëndësi ka pasur lista dhe kostën e humbjes se ka vetëm lideri, nuk e kanë të tjerë që kanë kandiduar të PD-ja. Po shlirzoj tani që një Parit Mahmutaj është kandidat demokrat më i votuar në Berat me 7.133 vota dhe ai nuk e merr mandatin sepse subjekti i tij që simbolizohet me liderin nuk ka marrë votat e mjaftueshme për të pasur mandatin ai. A e kupton se çka ka ndodhur pra me këto lista? Këto janë arsyet që humb Partia Demokratike. Nuk e kuptova, ku desh me dal? Lista, unë thash më zotri. Që ka humbur lideri. Jo, zotri, jo. Unë e thash që në fillim, në Tiranë, lokomotiva... Kandidaturat gabura o bet. O Alban, edhe jerë. Në Tiranë, lokomotiva ishte lista hapur, ajo tërhiqte vota. Ndryshe ndodh në Rrethe. Lokomotiva është lista mbyllur, zotri. Ai që do jetë nesër në parlament, ai del dhe takon njerëzit dhe i thot, do jem unë, syri, veshi, zëri, garancia jote në parlament. Ai shkon e takon. O Alban, mlet lutem. Lista mbyllur në Rrethe, zotri, nuk bën dot fushat lista hapur. Harroje, zero. Janë lista mbyllur. Lista mbyllur ta shoh veten. Qa bëri gjatë fushatës? Dhe si bindi, si kapi njerëzit dhe qa fushatë bëri? Të lutem, në Dibër, ka humbur Partia Demokratike si asnjëherë më përpara. Turp, skandal. Në listat e hapura, ka qenë përparim Spahiu, i cili vota preferenciale ka marrë 5.326 vota. Pse po ishte përparim Spahiu drejtues Qarku? Njëtën gjohë po themi, unë po i ngarkoj me përgjithësi ti më thup se si shtu. Këtë po thema, po pa diskutim, po pësema, po Gjelali, po Gjekmargaj, po Gazi, po Tomori, po gjithë. Tomori është figur, po nuk bëm për lokomotiv, më pafshëm, është shumë e thjeshtë. është figur s'ke që i thu, edhe me atë doli ashtë vetës kur tha do ju hamë për zgjalli, nuk është profili ati për me bërë presione, për cilë mesazhe tila, po nuk bën për lokomotiv. Le të rritë 2, 3, 4 në parti, për nish nuk bën. Edhe 2021 pati dalë ashtë vetës po nuk bën për nish e
Edhe 2021 pa dalë jashtë vetës, është herë 2 që del jashtë vetës. Për ta mbyllur, Alban. Tani unë nuk do justifikoj Alizotin vllat. Ta justifikoj veten. Nuk e dëgjova. Për ta mbyllur. Çfarë do të ndodhë me Partinë Demokratike? Nëse nuk ndryshon leadershipi, bëtë më keq dhe situatë e saj. Unë e vazhdoj aty ku e lash. Vazhdoni me ankesat. Jo, Partia Demokratike sot ka ngritur urat e bashkëpunimit, nuk ka të izolimin, nuk ka të trysnin, nuk ka të presionin që kishtë Lulzim Basha në 2021, është shumë komode, ka krijuar urat e bashkëpunimit, vera që presim vi nuk do jetë shumë periudhë pushimesh, po do jetë punë intensive për të identifikuar dhe raportuar të gjithë këtë masakër në rang kombëtar që ndodhi në zgjedhjet 11 majit, dhe pritet pra, nuk është se pritet shtatori kështu me pushime, por që të përgatitemi radhë parë për 2027 që janë zgjedhjet, por mundet që të provokon dhe zgjedhjet parakoshme. Ta duat të rrëzojnë Ramën me 83 mandate dhe nuk e rrëzuan dot për 74 mandate. Jo, Alban, Rama zotrisës. Por nuk e njeh psikozën e politikanëve shqiptarë, e djegi Shqipërinë, ndërpresin marrëdhëniet me Amerikën e me Kinën, me këtë dushti dhe pushtetin nuk e lëshojnë më bërë. Kaq nuk e ke kuptuar? Janë retorika kështu ato. E lëshojnë që s'keme të zotri, po. Nuk ka pas Shqipëria akoma vëmendjen e SBA-s, po, se e lëshon Rama kështu, me i kam e lëshon. E lëshon që ç'keme të. Alban, e lëshon që ç'keme të. Nuk ka pas vëmendje e administratës. Është shumë herët, se 3 muaj, 4 muaj ka administrata në detyrë. Dhe s'do të merret kush me Shqipërinë. Do me thënë ti ende me idenë që të gjitha krizat në këtë vend ne duhet na i zgjidhim vetëm të huajt. Ne vetë. Po pa prezencën e të huajve shikon që të bënë. O Fjori, tani së unë se ma i të shmëndur, se Rama, i sekund, jo, nuk pretendojnë që ka, të lutem, nuk pretendojnë që Rama ka ble 700.000 vota, mos se zblenë 700.000 vota. Pëse e ka i bazë, një dyshe me 500, 550.000, 600.000 vota i ka të vetat, pra e njësë nga kjo kuotë, a i blenë maksimumi 100, janë 5.000 e ca qëndra votimi, të duan diku ka 10-20 vota për kuti. Që që është një operacion që realizohet kollaj 100.000 vota. Nuk pretendoj që ka ble 700.000, mos do t'i është jashtë këtij realiteti ta pretendosh këtë gjë. Po them, në moment që ka të huaj arbitër mbi palët, që mundësën rregulla lojë, atëherë të futet Edi Rama të shohin se do. Uroj shumë suksese me betejën që sapo keni nisur. Jo, nuk është beteja sapo keni nisur, beteja për demokracia, tha dhe vetë zoti Berisha, ka kohë që ka nisë. Dhe thjesht po vazhdon, nuk është se sapo ka nisë. Nuk e simbolizon demokracinë më burr, Bes, nuk është simboli demokracisë më burr pas 35 viteve më burr. A je në koherencë me mendimin apo jo? Po në raport me gjithë spektrin opozitar, shiko kush mobilizoi më shumë qytetarë dhe Po për shëndësi ka më bërë, se nuk është mobilizim politik. Si shëndësi ka, tjetër merë vota, veç kafe në lagjës t'i thu, shëndësi ka. Historikisht Partia Demokratike i ka mbushur sheshet. Për këtë mobilizime ke fjallë. Po kjo pra të duhet në radhë parë të mobilizosh të tuot, më Fjori, pasaj të dalës kërkoj grinë, më. Nuk do thot të mbushë sheshet, nuk do thot që do të përkthej në vota, më. Fjori, të shki, mos u deni nga rezultati agronshejet, mos është parti pa struktur, pas i gjo, që mori vota me sponsorizim Facebook. Mori vota me sponsorizim në Facebook, më ka që kapi. Ky është maksimumi i mundësisë. Po ky është maksimumi pra i saj. Dhe i lëvizjes bashkë, po më po si i njëti profil. Dhe i nisë më sturja dhe bashkë dhe mundësia me sponsorizim në Facebook, se nuk kanë struktura, nuk është organizim kapilar. Sponsorizime dhe morën vota. Po 20-30.000 vota pra morën, s'morën më shumë. Fjori, nuk kanë organizim kapilar në shoqëri, nuk kanë departamente që të merren me çështjet e arsimit, në çështjet e drejtësisë, shëndetësisë e tjera me radhë. Të po them, fakti që merr 500, por fakti që merr 500.000 vota nuk është komplet kështu më tani, është Partia Demokratike, më partia madhe. Është partia më e madhe opozitare. Është lokomotiva opozitare. Po duhet ta pranojnë pra njerëzit këtë. Si janë strukturat? Strukturat pa diskutim
duhen rishiku, duhen rifresku, kjo është. Po pra po mos na vetani me jemë rusë për bashkët, për dënë me parti që fitojnë voda me sponsorizime në Facebook. Këtë po them. Agron Shej, unë nuk është se jam simpatizanti ti, sem pjesë ati, është ndër njerëzit më të artikuluar, i cili ka një vizion të qartë, pak të në planin ekonomik të Shqipërisë, edhe Agron Shej, ta garantoj unë, për te doshta asaj si qarë dua se qarë presun, Agron Sheja rrezikon të kthehet një shumicë e madhe opozitare në zgjedhjet e ardhshme. Është gabimi madh në vlerësimi i profilit të Agron Sheja. Agron Sheja na kam pas deputet në 2021 në Alban dhe e njoh më mirë se çdo kusht tjetër. Agron Sheja për 3 muaj fushat nuk arriti të mësoj emrat e 12 kryetarëve të grup seksionit. Eraldi ti thotë Thoma, Kadriu ti thotë Erald, 12 emra nuk mësoj dot. Po pra, dhe për 5 ditë që numruam në KZAZ, erdhi 2 herë nga 10 minuta, si pronar, shumë sigurisht ke biznesi vetë. Rriore me komisionerët, rri me numrusit ore, se ka nevoj për mbështetje, për prezencë politikë. Jo, flas për 2021-in. Flas për 2021-in. Po Fjore, unë e njo se më ra të punoj në aspektin partjak. Po pra po. Dhe qa është më fatalja, në prak të zjedhe të pjesë me 6 marsit, vdiq një teknësia 7 pjesë e strukturave që bëri fushat për Agron Sheja numroj vota gjithë. Nuk ishte PD-ja për qarë. Erdhën kryesitë të 2 adekve të njësisë 7. Erdhi zonja Vokshi si ishte deputete, zoti Maltezi, Lulzim Basha, të gjitha profilet e larta të partizëm. Agron Sheja nuk erdhi, nuk dënjoj, nuk kishte mundësi. Së është një profila që lartë sa nuk vjen dot për një qok të këbarimi i ati që bëri fushat e numëroj votat për. Pa kjo është Agronin, që pa Agronin doni më të reguju. O mos të merë Jo, nuk janë cismine, janë detaje që të regojnë, janë detaje që bëjnë diferencën dhe të regojnë shumë më shumë se ato sponsorizim. Pa lejemo të... Po bëhet fjallë për vdekjen e Fatmir Sharthit, kush më të gjonë e di shumë mirë. Pa lejemo se sa buzoj dhe në këtë pikun të shpif gjëra që se eksistojnë më fjori të një. Të falenderoj shumë të kësërish në emision. Faleminderit shumë Alban për opinionet. Faleminderit gjithë mirat.